kryeministri ka dhe disa momente kyçe që kërkon që të sqaroj dhe të interpretoj situatën e krijuar nga si konstitucionalist si është. Ti po flet si brenda qeverisë apo kështu si? Unë. Si po ma jetë? Unë jam avokat. Unë flas gjithmonë si avokat. Po, tani si avokat, ka të drejtë ai? Unë flas atë që po diskutim. Fjala është e lirë, pse mos ta thot atë. Po është marrë vërtet peng qeveria? Tashi, nëse është marrë peng qeveria, është rrezikshme. Hiperbola, atëherë le të them. Pa e ka dorë vetë qeverinë, ma e ndron vetë qeverinë, e emron vetë ministrat. Nuk është ashtu i nderuar. Si merresh ka është kompetencë e tij për të ndryshuar ministrat, është kompetencë e kryeministrit për të emëruar apo për të larguar ministra, por nuk është kompetencë e prokurorisë posaçme dhe gjykatës që të pezullojnë nga detyra një ministër për aq kohë sa kushtetuta është kompetencë, aq sa dim. Nuk ka konflikt atëherë. Të bien dakord që të mos bien dakord. Po. Kjo është ajo, domethënë që këtu opinionet, ne japim opinione, gjykata kushtetuese do ta vendosi këtë çështje. Po, zëre se jeni kandidat për gjykatë kushtetuese gjithë. Nëse për deputetët, pra që janë të zgjedhur, nuk lejohet aplikimi neni 242 kodit procedurës penale, atëherë edhe për ministrat, të cilët kanë, sipas nenit 103 paragrafi 3 i kushtetutës, kanë po të njëjtin imunitet si deputetët, duhet jetë e njëjta situatë.